Allahun Azza wa Jall e falenderojmë, prej ti falë dhe ndihmë kërkojmë, salavatet dhe selamet ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë ummetit të tij deri në ditën e gjykimit. E sot themi mirë se erdhe o Mubarak. E sot themi mirë se erdhe o Ramazan. Të dëshirojmë mirë se ardhe për shkak se e një mysafir shumë i ndershëm, i cili mysafir është dërgu mbi 7 katë qejve me emër dhe me urdhrin Allahu subhanahu wa taala, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i zbriti shpallja dhe i tha: Ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besu, o ju musliman, o ju të cilët keni dhënë besën në Allahut subhanahu wa taala, o ju të cilët keni dhënë besën në Allahut subhanahu wa taala me iman dhe me besim. U është bo juve farz, u është bo juve obligim agjerimi muajit të Ramazanit, ashtu si e kanë pas farz dhe obligim edhe ummetet që janë kom para juve. Dhe thot Ibn Kathiri në komentin e këtij ajetit kuranor, thot nuk ka ummet i cili ka qenë para ummetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam e të mos e kishte pas për obligim që me majt Ramazan, që me agjeru. Dhe këtë po e përmendi që ta kuptojmë se na nuk kemi ummet i vetëm i cili është duke agjeru. Dhe se si ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam jemi duke vazhdu tradicionin e ummeteve të tjera. E kam pas për obligim agjerimin edhe ummeti Isës alaihi salam, kam pas agjerim edhe ummeti Musës alaihi salam, kam pas për obligim agjerimin edhe ummeti Davudit alaihi salam, dhe kështu me radhë. Dhe se ne si ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam jemi duke vazhdu tradicionin e këtë ummeteve të cilët kanë qenë para nesh. Dhe dietarët kanë thonë, agjerimin e ka për obligim çdo musliman i cili ka thonë ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. E ka për obligim çdo njeri i cili është i mençur, çdo njeri i cili është takatli, i cili ka mundësi që më shëndetin e tij me agjerim muajin e Ramazanit, dhe se e ka për obligim çdo kush i cili ka hyrë mbi lik. Dhe se besimtari i cili ka zonë besën Allahut subhanahu wa taala ka shëndet, është i mençur dhe është i shëndosh, e ka për obligim vajib, obligim farz, si dua shtuj që ta agjeroj muajin e bekum, muajin e Ramazanit. Në vazhdim Allahu azza wa jall thot ayyaman ma'dudat, ditë të numruara me gishta, që çdo kush ta din se ki muj ka ditë të caktume, ka hyrje dhe dalje, ka fillim dhe mbarim. Dhe se këto janë ayyamun qala'il, sikur se kanë thonë komentatorët e Kur'anit, janë ditë të pakta që besimtarit ta kuptoj se këto ditë shumë shpejt kanë me kalu. Dhe këtë po e përmendë për disa gazdallar të cilët kanë restorane, të cilët kanë ushqimore, të cilët kanë gjeltore, të cilët kanë qebaptore, të cilët kanë vende, të cilët vende konsumohet ushqimi. Ju themi, nëse 11 muaj keni punu, nëse 11 muaj keni fitu, dijeni se këtë e keni me izdin Allahut azza wa jall. Dhe se shtash Allahu azza wa jall mbi 7 ka qejve ka bo haram që ma mi qel dyqanet. Ju ma e keni haram këtë muaj mi qel gjeltore të juaja gjatë agjerimi, gjatë ditës deri në iftar. Kur të vjen vakti i iftarit, çelni dyqanet edhe kërkojni riskun, sikur se keni kërkuar 11 muajt e kaluara. Dhe se themi prej kohës së imsakut e derisa tire e zoni namazit të akşamit, ju e keni haram mi çel dyqanet. Dhe këtë mos harani që ta keni parasysh se 11 muaj keni pas shansën dhe mundësinë që me fitu risk halal. E shtash për disa sahat, për 10 sahat apo 12 sahat, mos e zhytni pasurinë juaj, mos e fliçni mallit i cili mall e keni pas halal që me fitu. Dhe se keni frikën Allahut subhanahu wa taala që në këto ditë të pakta, gjatë këtyre 12 sahatëve, brenda këtyre 30 ditëve, që të mbillni dyqanet dhe që të mos e nëpërkombni hurmetin dhe nderin e muajit të Ramazanit. Keni frikën Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu azza wa jalla vazhdim të ajeti: "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar." E kush prej jush
është i sëmun, kush prej jush ka smundje, ka diagnozat të ndryshme të cilat nuk lejojnë agjërimin, apo është në udhtim, fa'iddatun min ayamin ukhar, atëherë këto ditë pas Ramazanit keni mundësi që mi zaventsu, për shkak se ju keni arsye, keni uzër para Allahut Azza wa Jall, për shkak se jeni të sëmur dhe se jeni në ndonjë udhtim, i cili udhtim është i rëndë dhe i vështirë dhe i lartë dhe nuk va jep juve mundësinë që me agjëru. Wa ala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'ami miskin, dhe ata të cilët janë të smur dhe nuk kanë mundësi më kur me agjëru Ramazanin, atëherë ne t'japim fidje, që çdo ditë ne ta paguajnë agjërimin e tyre me ka një iftar për çdo fukara, apo një herë në muaj, në fund të muajit, apo në fillim të muajit ne ta bëjnë pagesën e agjërimit, për shkak se këta janë sahibi uzër që më nuk kanë mundësi që me agjëru, sikurse pleqëria e thellë, sikurse smundjet të cilat janë të rënda që nuk kanë më ilaç, atëherë këto persona në këtë rast duhet që ta paguajnë agjërimin e tyre, por të mos harrojnë edhe udhtari, edhe i sëmuri, edhe ky i cili ka uzër, se nuk kanë të drejtë që me hongër në pikë të drekës para të tjerëve, dhe se hajën e ushqimit duhet ta bëjmë fshehurazi mas shpinës së njerëzve për ta mbrojt dhe rujt hurmetin dhe nderin e muajit të Ramazanit. Besimdar të ndershëm, nëse dikush sot ka bo gabim dhe nuk ja ka fillu agjërimit, le të bëjë tybe te Allahu Azza wa Jall, dhe më njëherë le ta lënë ushqimin dhe le ta agjëroj deri në iftar, e këtë ditë ta kompenzoj me një ditë tjetër. Le të kemi frikën Allahut subhanahu wa taala, që ne këtë muaj ta fillojmë me agjërim dhe ta mbarojmë me agjërim. Këtë po i themi që çdo besimtar i cili ka hyrë këtë muaj, që Allahu Azza wa Jall t'ia bëjë nasib, t'ia bëjë nasib që gjatë ti muajit bekum t'ia falë gjunahat, edhe gjatë ti muajit të bekum Allahu Azza wa Jall na liroj nga zjarmi i xhenemit, sepse Allahu subhanahu wa taala në këtë muaj ka disa rob, disa kulla të vet, të cilët ka me liru nga zjarmi i xhenemit, ka me va fal, ka me va bo halal ki gjuna që i kam bo, dhe se ka me va bo haram ftyrën e tyre që me hinë xhenem. Dhe ne lusim Allahun Azza wa Jall, Allahun subhanahu wa taala, i cili qëndron mbi 7 kaçej, i cili ka emra të bukura, i cili ka cilësi të bukura, që neve të na ban për atyre të cilët ka me liru nga zjarmi i xhenemit, që neve të na ban për atyre të cilët ka me va fal gjunat dhe ka me vendos në xhenetet e tij të bukura me nimete shumë të mëdha, të cilët mendja nuk ka mundësi mi paramendu, e as që syri ka mundësi që i ka pan këtë dunjo, e as që shpirti ka mundësi që mi ndej ato kënaqësi në jetën e kësaj dunjoje. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يسر لنا صومنا اللهم يسر لنا صومنا اللهم يسر لنا وعنا على صيام شهرك المبارك يا رحمن يا رحيم اللهم إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وعلى نبيك بالرسالة وماتوا على ذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون